Po ti nuk je në parlament sot? Jam duke ndjekur nga këtu, po pres të mvi radha. Ndërkohë që dëgjoja deputetët që flisin të shqetësuar për diasporën dhe i kërkojnë votën diasporës, ata pash tek website-i Eurostatit, ku janë gjitha statistikat se sa shqiptar kanë marrë leje për herë të parë në Bashkimin Evropian nga 2013 deri më sot. Dhe është e pabesueshme të zbulojë se në 2013 31.000 shqiptar kanë marrë leje qëndrimi për herë të parë në Bashkimin Evropian. 34.000 pothuajse në 2014, 50.000 në 2015, në 2016 60.000, kanë qenë 85.000 në 2022, pothuajse 80.000 në 2023 dhe 80.000 pothuajse në 2024. 700.000 shqiptar, pothuajse 1/4 e popullsisë së atëhershme. Po çfarë do bësh ti për ta parandaluar largimin e shqiptarëve? Arsyeja pse secili prej këtyre 700.000 shqiptarë që janë larguar është thjesht sepse nuk shikonin në Shqipëri një të ardhme për veten e tyre dhe për familjen e tyre. Ne jemi të bindur që ata nuk kanë për të kthyer me premtime boshe, do ulin taksat apo se do qeverisim më mirë. Ata do kthehen vetëm në momentin që do kuptojnë dhe do besojnë që në Shqipëri mund të ketë një mundësi edhe për ata. Dhe prandaj kemi vënëmin partia mundësia.